Me një gjatësi prej 5.9 kilometrash, tuneli ka shkurtuar ndjeshëm distancën nga Ducati në Palas, segment I cili më herët përshkoi për rreth 45 minuta për shkak të kthesave të shumta të llogoras. Tashmë rruga përshkohet vetëm për 7 minuta. Hapja e tunelit do të jetë pa pagesë deri në 15 shtator të këtij viti, ndërsa ai ishte mbyllur nga viti I kaluar për shkak të punimeve në tunelin e emergjencës. Tuneli ka kushte të larta sigurie. Kjo është salla nga ku monitorohet çdo lëvizje automjeteve 24 orë në brendësi të tij. Televizioni 6+1 Vlora ishte në sallën ku monitorohet trafiku në tunel, në qendër të monitorimit të shpejtësia apo edhe ndalesat e automjeteve. Nëse në monitorët e kamerave vihet re ndonjë automjet që ndalon, specialistët e sallës së kontrollit u tërheqin vëmendje nëpërmjet mikrofonit drejtuesve të mjeteve. Kjo është salla e monitorimit të tunelit të Llogoras, si kundër ndiqni, në të gjithë këta monitor është I gjithë tuneli në të gjithë shtrirjen e tij, ku drejtuesit e mjeteve, nëse do të mund të bëjnë një ndalim të gabuar, u tërhiqet vëmendja nga kjo sallë që bën të mundur monitorimin e lëvizjes automjeteve dhe qarkullimit të tyre. Si kundër ndiqni, monitorimi është non-stop 24 orë me kamera në të gjithë tunelin dhe për të siguruar kështu kushte të larta të sigurisë rrugore dhe të qarkullimit në këtë vepër madhore të qeverisë shqiptare të hapur tashmë për sezonin turistik. Shefi I shërbimit të zjarfikses I angazhuar në tunelin e Llogoras, Luan Kapaj, ka deklaruar për televizionin 6+1 Vlora se shërbimi I zjarfikës është pozicionuar brenda tunelit dhe është në gatishmëri për çdo emergjencë të mundshme dhe se ky shërbim monitoron situatën. Shërbimi I zjarfikës është I gatshëm të përballojë çdo situatë në brendësi të tunelit, me zjarret apo edhe me defektet e automjeteve. Zoti Kapaj, tashmë është hapur tuneli përsëri për sezonin turistik. Çfarë masash janë marrë dhe konkretisht shërbimi I zjarfikës çfarë bën këtu? Po për sezonin turistik, si shikoni dhe vetë, është hapur tuneli që në mënyrë që të kalojnë mjetet nëpërmjet tunelit për të kaluar në pjesën tjetër të Palasit. Shërbimi I zjarfikës ka një detyrë të veçantë në monitorimin e komplet të situatës gjatë non-stop 24 orë në 7 ditë të javës për të monitoruar çdo lëvizje të mjeteve për sigurinë e këtyre mjeteve dhe për të ndërhyrë në rast se ka incidente të ndryshme për sa I përket zjarrit apo aksidenteve apo çdo lloj defekti që mund të pësojë mjetet brenda tunelit të Llogoras. Shërbimi I zjarfikës është I kompletuar me mjetë të zjarfikëse, me pajisje domosdoshme, me personel, me veshje, në mënyrë që të përbalojë çdo lloj situate dhe për të ardhur në ndihmë çdo lloj incidenti që mund të kenë mjetet apo personeli apo njerëzit që janë brenda këtyre mjeteve që kalojnë në këtë tunel. Tuneli është tepër I sigurt, është I monitoruar me anë të kamerave, ka sinjalistik të domosdoshme, ka hidrantet e zjarrit për të ndërhyrë në rast se ka incidente, ka fikse zjarri, ka çdo lloj sinjalistike. Domethënë është tepër I sigurt nga ana e mjeteve që kalojnë brenda tunelit. Në këto ditë të para të hapjes së tunelit, sipas Kapajt, nuk ka patur problematika. Nuk ka pasur asnjë lloj probleme për sa I përket incidenteve të ndryshme, sepse ndoshta edhe drejtuesit e mjeteve janë të sigurt që nëpërmjet sinjalistika ata I zbatojnë rregullat e qarkullimit të rrugor, duke mos tejkaluar shpejtësinë, duke mos bërë parakalim të panevojshëm, kështu që nuk ka pasur asnjë lloj incidenti. Nga ana tjetër edhe vetë drejtuesit e automjeteve kanë vlerësuar hapjen e tunelit si një zgjidhje shumë të mirë, pasi shmang vështirësitë e terrenit do ofron një udhëtim më të sigurt e më të shpejt gjatë sezonit turistik drejt jugut të vendit.